Mungesa e investimeve infrastrukturore është bërë shkak që banorët e fshatrave Zogaj, Kepenek dhe Kam të protestonin përpara bashkisë së Tropojës. Të indignuar, banorët thonë se nevojitet të ndërtohet rreth 19 km rrugë, e cila ju shërben banorëve të 3 fshatrave, ndërsa pohojnë se prej 86 vitesh në zonën e tyre nuk është kryer asnjë investim. Për rrugën Zogaj Qaprushi, Kam, e cila është bën hap që në vitin 38 nga Italia, e deri sot nuk është asfaltuar gjithë gropa. Ne nuk kërkojmë në gjallë luksozve, kërkojmë rrugë, ujë. Viti 2025, shekullin 21, u përmend rruga Kam Qafrush, kjo është krim, është të hap me ta një kush. Nga qeveria shqiptare kërkojmë që na jepet ndihmë për këtë rrugë, se jem mos ma keq. Një kushin jemi ka dek në rrugë që sunja kemë thonë në imë në shpejt me shkuat me që shpejt spital. Banorët thonë se ndërtimi i rrugës ju është premtuar për vite me radhë nga çdo forcë politike, por sipas tyre gjithçka ka mbetur premtim elektoral. Na kanë premtuar tonë premtime boshë, çdo fushar, çdo gjë që kanë ardhur si të mojë, si të jot, ne na kanë rënë, na kanë masakruar. Na kanë premtuar her pas here që do të rregullohet. Bile në Tropoj janë rregulluar dhe rrugë fshatrave, nështë kjo që ka qenë rrugë, jo kombëtare, po ndërkombëtare, i lidh ke dy shtete nëpërmjet dogan që ka ngel në dorë të humbur. Banorët paralajmëruan se do të përshkallëzojnë protestat e tyre deri në bllokimin e rrugëve kombëtare.